Olçan Velia i Tiranës duke se është filisti me shpikatori Kupës a Trindafili 2025, vendi i parë në etapën e parë, Tiranë Shkodër dhe sot në finish për krah kolegu tuaj Hysa dhe duke se në klasifikimin e përgjithshëm jeni i parë, urime. Shumë faleminderit, është nder të garoj për ciklistin e madh Agim Tafili, sepse ka qenë një sportist tepër i fortë dhe ka dhënë shumë për ciklizmin e Shqipërisë. Dhe unë kam shumë vite që stërvitem dhe kjo është një garë shumë e bukur dhe më pëlqen që ta fitoj dhe kam fituar rreth 4 vite, domethënë. Velia duke marrë parasysh të dy etapat, etapa e parë dhe e dytë, cila ishte më e vështirë për ju? Më e vështirë ishte etapa e parë sepse bëra dhe shkputje 10 kilometrat e fundit dhe më desh që të vija vetëm në finish dhe normalisht që kur je vetëm të përballesh me erën është më e vështirë. Ndërsa sot isha me kolegun tim Henry Hysa, i cili bëri një punë shumë të mirë dhe 30 kilometrat e fundit nga finishi erdhëm së bashku duke punuar. Në proncimin e paqitës parë vlerësohet edhe ekipin e Vllaznisë si një ekip rival dhe i vështirë. Po, patjetër, edhe sot normalisht Vllaznia ishte konkurrenti kryesor i ekipit Tiranës, por çunat e Vllaznisë bën një punë shumë mirë, po stërviten shumë fort dhe shpresojmë për garat e ardhshme, për turin e Shqipërisë ose kampionati që të bëjmë një rezultat më të mirë. Olçan, të shpej ju jeni pjesë edhe Gjiros së Shqipërisë, do t'jeni konkurrues me ekipin shqiptar që starton Giro Italia? Po, patjetër, do jemi ekipi kombëtar që do startojmë 3 etapat, domethënë të Giro d'Italias, që do bëhen 3 etapa në Shqipëri. Dhe besoj që është promovim shumë i mirë për Shqipërinë, për ciklizmin dhe për turizmin e vendit. Dhe kjo aktivitet Kupa Agim Tafili 2025, mendon se ishte një test pikërisht në momentin e prakt të Giro d'Italia? Besoj se po, çdo lloj aktiviteti që federata bën është një test për çdo sportist, për të shikuar se sa fuqi kanë dhe sa është forma fizike. Dhe një objektiv personal për Giro d'Italia, mund të kemi ndonjë surprizë nga Velia? Surprizë nuk e besoj sepse sportistat që janë të Giros vinë shumë të përgatitur, normal që është niveli shumë i lartë, domethënë nivel botror, por me shpresa çdo lloj gjoje edhe mund të arrihet. Olçan, urime për Shumë faleminderit. Agim Tafili dhe suksese. Shumë faleminderit edhe ju, faleminderit.